E disa kam dëgjuar unë kështu vëlla, do dalim luftë, do dalim luftë. Nuk është zgjidhje lufta, se nuk duhen vrar, nuk duhen vrar bi nëna shmë, se boll nëna kanë qarë në Shqipëri për djemtë e tyre. Boll po qaj nëna tona se po ikin djemtë edhe vajzat jashtë, edhe ti vrasim tash. Kemi luks neve me hum popullsi. 1.800.000 banor. S'kemi luks ne vlla me bol luftë. Lufta jon duhet jetë shpirtërore vlla. Çfarë do thotë shpirtërore? Lufta jonë e parë është me arsimin. Në qoftë se neve duam të luftojmë këtë lloj sistemi bastard, ne duhet të arsimohemi, të vet arsimohemi. Të jemi autodidakt. Pra mos themi ç'më duhet mua filozofia, ç'më duhet mua matematika, ç'më duhet mua kjo, se vetë e blej provimin. Jo, më jo, ta mësosh për vete. Domethënë, në një moment që shqiptarët kanë për të kuptuar respektin ndaj vetes, që do të thotë ti duhet plotësosh veten tënde një herë, që të bësh qytetar i mirë, atëherë mund të krijosh ti një lloj standardi politik. Kur ti nuk ke një lloj standardi qytetar, çfarë standardi kërkon ti në politikë? Në fund ditës politika është projeksioni i shoqërisë vëlla. Po. Dhe kur ti je jashtë Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.